Agron Mala është kryetari i Bashkisë Burrelit, që ka dhënë dorëheqjen sot. Dy herë nga populli e atij i asaj krajinës Matit. Ka kërkuar kandidimin dhe ka dhënë sot dorëheqjen, nesër do të marrë vendim kryesia. Është një nga ata djemt që ka qenë në 21 janar, për cilat ai ka dhënë dëshmitë e tjera, ka qenë një nga më të akuzuarit e Sali Berishës në 21 janar, për t'ia hedhur fajin se të gjithë ne që ishim në 21 janar sbashku me të ndjerin dhe sbashku me familjarët e ndjerit, ishim në atë, le themi, të akuzuar, ju e mbani mend ditën e parë se si u ngret të gjithë akuzat që ka ardhur vrasja jo nga urdhri i Sali Berishës, po nga vetë të majtët, dhe Agroni ishte një nga ata që u akuzua. Prandaj ka një histori për cilën ai ka dëshmuar, ka dhënë dëshmitë e tij në organet e drejtësisë. Unë e kuptoj natyrisht edhe familjarët edhe shqetësimin e tyre, po për këtë ne është një nga kërkesat tona zbardhja e 21 janarit, dhe tani me sa duket organet e drejtësisë rreth Spaku, mbas edhe provat e reja që ka marrë, po bën një vlerësim të fundëm të asaj ngjarje që ka qenë një ngjarje jashtëzakonisht e rëndë për demokracinë shqiptare, ku humbën jetën 6 vëllezërit tanë, njerëz të cilët ishin aty me ne, kishin situata të caktuara. Vetëm Klosi, ju përmendët një fakt që është fakt i pamohshëm. Të gjithë atje ishin në shesh. Të gjithë ishin në shesh. Të gjithë mund të kishim humbur në një mënyrë. Po aty kemi qenë të gjithë, secili pozicionet e veta.